Pa kaluar 24 orë, 2 vrasje të rënda trondetën gjithë Vushtrinë. Vrasjet ndodhen në 2 fshatra të ndryshme. E para ndodhi në Dubac dhe tjetra në Stanac. Të dielën mbrëma një 19 vjeçar mbeti i shtrirë në mes të rrugës në Vushtri. Për vrasjen e tij është arrestuar i dyshuari Bleandi Brani, e që fajin e pranoi një ditë pas krimit. Gjykata themelore në Mitrovic ia ka caktuar paraburgimin prej 1 muaji të dyshuarit për vrasjen e Ardit Zymerit. Ndërkaq nga hetimet e hetuesve policor, në vendin e ngjarjes janë gjetur 3 gëzhoja. Përveç kësaj, policia e Kosovës ka bastisur edhe shtëpinë e Dorasit, pra Bleandi Branit, ku ka gjetur një armë të gjatë dhe 5 fishek. E agja i Ardit Zymerit, Nusrat Zymeri, ka folur para mediave, i cili ka thënë se nuk e din se si ka ndodhur rasti. Ai tha se familja e tyre nuk ka pasur asnjë gjë të keqe me askënd. Sipas tij, Dorasin e as familjen e Dorasit nuk e njohin ende. Arditi ka qenë djali i vëllait. Nuk e dim se si ka ndodhur. Të keqe nuk kemi pasur me askënd, nuk kemi pasur me njëri të gjallë as një fjalë të keqe. Ne nuk e kemi pritur. E kemi ditur që e kemi një armik, por këndej nuk e kemi pritur asgjë. Kjo na ka ndodhur, informatën e kemi marrë mbrëm. Nuk e kemi njohur Dorasin, e as tani nuk e njohim, ka thënë Nusrat Zymeri. Ardit Zymeri është varrosur të hënën në varrezat e fshatit Dubac. Rasti është duke u hetuar në koordinim me prokurorin e rastit për zbardhjen e të gjitha rrethanave që kanë çuar deri në vrasjen e 19 vjeçarit Ardit Zymeri. Vrasja tjetër që ndodhi në Stanac të kësaj komune u krye nga Arsim Morina, 58 vjeçar, i cili privoi nga jeta ish-punëtoren e tij Nexhmije Haradini, 42 vjeçare, e më pas qëlloi edhe veten. Kështu ka deklaruar zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Avnez Zahiti. Në vendin e ngjarjes është konfiskuar një pistolet. E para mediave ka folur Rahim Ajeti, i cili është prezantuar si familjar i të ndjerës. Sipas tij, dyshohet se vrasja ka ndodhur për shkak se Nexhmije Haradini kishte ndërruar vendin e punës dhe nuk ishte duke punuar më tek ai. Nuk ka pasur ndonjë lidhje familjare, ka qenë grua shembullore. Viktima dhe bashkëshorti i saj, që ishin ish-punëtor të biznesit të dy, kanë punuar vite më parë te biznesi i të dyshuarit. Rrethanat se si ka ardhur deri te vrasja nuk i dim akoma. Por dyshohet se shkaku kryesor të jetë xhelozia, sepse ka shkuar në një vend tjetër pune dhe e ka lënë tek unë, deklaroi Ajeti para gazetarëve. Para një kohe kanë qenë punëtor të këtyre me gjithë bashkëshortin, por rrethanat se si kanë ardhur deri te vrasja nuk i dim as ne si familje. Kërkojmë mirëkuptimin e juaj që familjarët të mos shqetësohen. Gruaja ka qenë rreth të 40-tave, probleme nuk ka pas. Dhasht Zoti të jetë viktima e fundit, ka thënë tutje ai. Në momentin e vrasjes, 42 vjeçarja ishte duke u kthyer nga puna për në shtëpi. Familjarët dyshojnë se Dorasi e kishte përcjellur 42 vjeçaren në momentin që kishte lënë punën dhe ishte duke u kthyer në shtëpi. Pasi ka përfunduar orarin e punës, Nexhmije Haradini kishte hyrë në një kombin nga Millosheva për të shkuar në shtëpinë e saj në Stanac. Më pas, e ndjera ka përdorur nënkalimin për të kaluar rrugën. Në anën tjetër të nënkalimit i ka dalë në prit Arsim Morina. Ai ka gjuajtur me armë zjarri në drejtim të viktimës, e cila ka marrë 3 plumba. Kështu nga plagët e marra, ajo ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Shoqja e së ndjerës ka mbetur e lënduar gjatë sulmit. Përveç familjarëve të Nexhmije Haradinit, sot ka reaguar edhe dhëndri i Arsim Morinës, i cili ka thënë se janë të çuditur për rastin që ka ndodhur dhe se ai ka qenë një burr shumë i mirë dhe nuk ka pasur probleme me askënd. Përveç kësaj, ai ka lënë pas vetës edhe 2 vajza. E ndjera ka lënë pas vetës 3 fëmijë, një djalë mbi 18 vjeç dhe 2 vajza të moshës 16 dhe 12 vjeçe. 42 vjeçarja Nexhmije Haradini është varrosur sot në varrezat e fshatit Stanac të Vushtrisë. Sipas statistikave, Nexhmije Haradini është gruaja e 59 e vrarë që nga viti 2010.